Përshëndetje të dashur peshqi dhe mirë se erdhët në një mesazh nga letrat Osho, ashtu quhen, dhe mesazhi i juaj është kompromis. Të dashur, kompromisi është, apo tani, çfarë pasqyron kjo letër? Lëshimi nga vetvetja për të kënaqur të tjerët, marrje vendimesh që nuk vijnë nga autenticiteti, fshehje të vërtetës për hir të paqes. Në imazh shohim dy figura me fytyra të tensionuara që duken sikur po bien dakord për diçka, por asnjëri nuk është realisht i sinqert apo i kënaqur. Ngjyrat e errëta në fytyrë dhe qëndrimi i trupit tregojnë se ka shtypje të mbrëmshme dhe mospranim të plotë. Kuptimi i kësaj letre të paralajmëron për kompromise që dëmtojnë integritetin e juaj. Tregon situata ku po bën diçka që nuk je, apo po bëhesh dikush që nuk je. Thjesht për të shmangur konfliktin apo për të ruajtur imazhin. Mund të tregojë edhe për marrëveshje në marrëdhënie, punë apo vendime, ku po tradhton veten për të mos prishur balancin, por që në fakt krijon më shumë tension. Mesazhi i kësaj letre është kompromiset e jashtme mund të sjellin paqe sipërfaqësore, por të largojnë nga vetvetja të dashur peshqi. Është koha të pyesësh veten, po them po sepse dua apo sepse kam frikë të them jo. Në thelb kjo letër pasqyron rrezikun e vetë sakrifikimit të vërtetësisë për hir të pajtimit dhe të fton të bëheni të sinqert me veten dhe të tjerët, edhe nëse kjo kërkon guxim dhe rrezikim të qartësisë së rreme. Nëse je në një vendim në marrëdhënie apo situate ku ndihesh i ndarë mes asaj që ndjen dhe asaj që duhet të bësh, kjo letër thot: zgjidh të jesh i vërtet, jo thjesht i pranueshëm, të dashur peshqi.